Big Brother, përderisa dhe moderatorja e përcjell mesazhin e keq informuar. Atëherë. Publiku veç pak, ju lutem. Publiku veç pak. Po të dëgjoj, veç pak. Alba, po të dëgjoje, është Olta Gjixhari, nuk është Jonida. Olta Gjixhari, po Olta Gjixhari, ti ke pa gjitha shumë mirë. Dhe nuk e ke pa këtë moment. Edhe turpe dhe për Olta Gjixharit, që është femër frymëzuese për drejtshmëri dhe ajo të vije të përdore këta mesazhe të pasohet vetëm në klipet dhe jo në drejtshmëri. Kam një pyetje. Alba, kam një pyetje, të lutem. Jo, dua mas i pyetje, unë dua vetëm vazhdimin. I ke quajtur me jastik? Gjithve. I ke quajtur Elionës me jastik? Pse i ke quajtur? Mos maritulloni mua betit e jastiku. Gjithë banorve i kam gjyt me jastik, ju a kam edh lekshëm, jo ti gjyt fuqishëm. Dëgjoj, lartë shumë. Alba, dëgjoj pak. Më faltini, më falë se duat të më diçka. Unë e kuptoj shumë mirë se qa po thot ajo. Kiqë situatën i jastiku, përkoj fali për jastiku, po tjera, konkret ke që informim. Vesh pak. Alba, përso 2 sekundë. U përkoj nga Big Brother VIP. Moj Alba, ti kërkoj qka do, në regull, mos shif askurgju, po pusho dhe dëgjo, se kjo është momenti ytë për të sqaru, jo për të ataku. Kaq. Sistemi flisht. Ku është tualeti këtu? Se ka marrua dhe tualeti ku mdotet. Sistemi flisht. Mirë, vazhdojmë. Pis sistem. Okej, dua të them diçka, nuk ka rëndësi. Na dëgjojnë edhe banorët. Po, le ta dëgjojnë banorët. Unë e kuptoj shumë mirë Albën që duke parë ato video ndjehet keq. Unë e kuptoj shumë mirë që i vjen turp nga vetja duke parë ato video, duke parë ato gjeste që ajo ka bërë. Patjetër. Unë e kuptoj shumë mirë të gjithë presionin që ajo ka pasur dhe unë e kuptoj dhe mund ta mirë kuptoj nëse Alba do çojnë këmbë dhe do thoshte po më vjen turp nga vetja nga këto gjëra që kam bërë, nuk do t'i përsëris më dhe të kërkoj ndjes. Por që cilët në këtë mënyrë dhe të përpiqet të përligji dhe të justifikoj gjestet të shëmtuara që ka bërë, këtë nuk e kuptoj dot. Sot do ta kisha duar trokitur nëse do çojë në këmbë, sepse ajo është vajzë që di të flasë shumë mirë. Është vajzë e mençur, ka një elokuencë, nuk është budallaqe. Të çojë në këmbë dhe të thoshte unë kërkoj ndjes, nuk e di pse kam arritur në këto nivele. Por, të mbroj veten e saj, duke sulmuar në këtë formë, duke mos na lënë as neve të flasim dhe duke mos kuptuar pse ajo ka arritur në këtë gjendje dhe pse ajo ka dashur të çojë Elionën në atë gjendje, se sikur vetëm gjesti i gjuajtjes me jastik të ekzistonte në atë video, prap do ishte një gjë shumë e rëndë.